Rrit, përshëndes, shumë faleminderit, mirë se erdhe në ABC News. Përshëndetje edhe për ju, faleminderit për mundësinë. Sigurisht që kemi ndjekur me interes procesin zgjedhor në Kosovë dhe pse në një farë forme ishte kuptuar se cilat do të ishin rezultatet. Jemi rikthyer në pikën kur edhe flasim përsëri për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të reja, ndoshta diku nga vjeshta, por po ashtu diskutojmë tani edhe për mundësinë e një marrëveshje apo të famshmit kompromis politik në Kosovë me subjekteve politike që aty ka munguar. Si mendon se do të shkojë kjo periudhë deri përpara konstituimit të kuvendit? A do të ketë, po themi, marrëveshje politike mes partive aty? Jam inkurajuar të shoh një momentum tjetër nga ajo çfarë ka shkruar Kosovën gjithë këto 16-18 muaj të fundit, kur vendi u godit dhe ende ndodhet në një krizë në mungesë një marrëveshje të madhe politike për institucione të forta dhe stabile. Druaj se deklarata e parë e paramesnatës së zgjedhjes së kryeministrit në detyrë, zoti Kurti, nuk dha indikacione që ai është interesuar ta ndajë pushtetin me të tjerët. Ai u tha nga sheshi i Prishtinës oponentëve politik që kuvendi i Kosovës është ai që nuk është në punë, ju nuk jeni në punë, ne po punojmë, qeveria nga nesër është në detyrë, presidenca po punon, dhe duket që kjo deklaratë, edhe pse zoti Kurti në atë fjalën, nëse mund ta them, festiv, që pak në nuanca festive entuziaste, u tregoi qartë oponentëve politikë se mund t'i takoj, mund të operoj me skenarin e njëjtë siç ka operuar deri tani në takime me ta, nuk mbyll dyer për asnjërin prej tyre, por u tha qartë që ne nga nesër jemi në punë, ai që nuk është në punë në kuvendin e Kosovës, duke njohur zotin Kurti, teknikat dhe platformën e tij hapi. Unë dyshoj, uroj të jem gabim, por dyshoj që ajo është interesuar aktualisht me këtë goditje me mbi 130.000 vota minus që mori nga qytetarët, ashtu sikundër që ty ndeshkim goditje dhe Partinë Demokratike dhe të tjera, dyshoj që në këtë momentum ai është i gatshëm ta përjetoj fitoren si të mirëqenë. Druaj që zoti Kurti është i lënduar nga ky rezultat, të cilin ati gjykoi mes të tjera që ja shkaktoi edhe faktori zonja Vjosa Osmani. Po, për të qëndruar pak këtu tek gjithë elementet që përmendej, goditja e mori edhe PDK-ja, Lidhja Demokratike e Kosovës gjithsesi me kthimin në listë zonjës Osmanit, paktën përkthyer në mandat, arriti të sigurojë më shumë mandate se në zgjedhjet e 28 dhjetorit, duke u justifikuar kështu, po themi, me këtë lloj rezultati, po ja që të dy subjektet politike janë shprehur, një PDK-ja përmes zotit Hamza, po e ndiqja dje në një konferencë se nuk ka vija të kuqe, dhe LDK-ja përmes zonjës Osmani, po shija sot ndaljen e saj në CNN, ku thoshte se jam e gatshme për kompromis me gjithë subjektet politike shqiptare, duke veçuar kështu listën serbe të përfshirë në sulmin terrorist të Banjskës. Pra duket se po jepen sinjalet paktën nga ky krah për bashkëpunim. Do ta shfrytëzoj zoti Kurti këtë moment, apo po themi nuk është i interesuar për një marrëveshje politike pikërisht tani? Aktualisht, uroj po them që jem gabim, nuk shoh rrethana që zoti Kurti shtri dorën e një procesi mirëfill për ndërtuar një kompromis e konsenzus me tjerët për t'i dhënë Kosovës institucione të forta, stabile, që përballen me probleme jashtëzakonisht të brendshme socioekonomike, sidomos ato që e përballin Kosovën në sferën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Siç e tha dhe me të drejtë ish presidenti Osmani, nevojën e fortë që ka Kosova jetike, mbri aty ku janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbri aty ku ka nevojë Kosova për të ringjallur procesin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian, për ta bërë një BE më të fortë në ambicien e Kosovës, një NATO më të fortë në agjendën tonë kështu me radhë, por gjykoj, druaj po them të jem gabim, gjykoj që zoti Kurti ndoshta ndodhet në pikun e orvatjes së skenareve të tij, më mbani për fjalë, për ta çuar Kosovën në një momentum të ri të parakohshëm zgjedhor të programuar,
kur në Kosovë mbase mund t'i vje ky kontingent i votave nga Bergata jonë e respektuar. Ky kontingent i votave jo vetëm nga Bergata, por edhe në Kosovë mungoi për zonin Kurti dhe duket që ai nuk është i kënaqur me 43%, më shumë se sa gjithë opozita me atë rezultat. Zonja Osmani kthimi i saj në LDK, duket që nuk pati një ndikim substancial. Ndikimin më të madh zonja Osmani pati duke dobësuar votën për Kurtin, duke dobësuar molisjen dhe zhgënimin base për të gjitha partitë e politikën në Kosovë, përfshirë këtu edhe për lidhjen demokratike të Kosovës, një humbje të konsiderueshme të votave, pati edhe partia e kryetarit Bedri Hamza në raport me vetëvendosin ta them deri tani që ka mbi 130.000 vota më pak lëvizja vetëvendos se sa në zgjedhjet e dhjetorit. Partia Demokratike ka gati 40.000 vota më pak në raport me zgjedhjet e dhjetorit dhe kjo shihet qartë që ky subjekt politik konjunktura ati drejtuesit e tij nuk arritën që votën e munguar të vetëvendosjes ta kapitalizojnë si vot për alternativën e tyre politike. Është e vërtet kjo se PDK-ja mori gati gjysmën e përqindjes votave krahasimisht 147.000 vota, kishte 180 e sa mijë vota në zgjedhjet e dhjetorit dhe ky nuk është një rezultat inkurajues, as pak inkurajues për partinë e zotit Hamza, i cili dje paralajmëroi mbajtjen e zgjedhjeve të brendshme partijake në këtë vit. Mbase uroj që në këtë vit të vinë në Kosovë ish presidenti Thaçi, kryetari Veseli, Krasniqi, Selimi e tjerë pa dyshim, por duket që PDK është në pritjen e një nisje të madhe të një entuziazmi politik në klimën e një vendimi të pritshëm nga gjykata speciale për lirimin e zotit Thaçi dhe kryetarit Veseli dhe tjerë natyrisht. Qartazi janë me syt nga Haga, po ajo që më shqetëson Rid në këtë moment, sigurisht vlen për tu analizuar argumenti që u sollët, sepse votat që humbi LDK-ja nuk shkuan në fakt në subjektet opozitare, por vlen për të theksuar një moment të rëndësishëm që Kosova është duke u zhytur në kuptimin e marrëdhënieve të saj me ndërkombëtarët, është në stagnacion në rrugën e saj integruese, nuk ka asnjë përparim lidhje me bisedimet qoftë për të marrë statusin e vendit kandidat, dhe sigurisht gjithë ndërkombëtarët Brukseli e ka thënë me vizitat e tij përmes Marta Kosta, po ashtu përmes zotit Kosta, Antonio Kosta, që mbriti po ashtu në Prishtinë, se nuk do të ketë as fonde nëse nuk do të ketë institucione të qëndrueshme. Ajo që më bëri përshtypje lidhje me ndërkombëtarët ishte edhe një element shumë i rëndësishëm, i besoj intervistës së zonjës Osmani për CNN, ku ajo tha se blokada politike e zotit Kurti filloi me rikthimin në shtëpinë e bardhë të administratës Trump 2. Si e lexoni ju këtë qëndrim apo mesazh të zonjës Osmani dhe në nënvizim të saj, po themi, të pozicionit problematik të Kurtit përballë sidomos Washingtonit? Ne në Kosovë jemi erësuar nga betejat fisnore politike duke reduktuar interesin e madh të Kosovës së sotme të djeshme, në fjalorin e udhëhesve, sidomos të kësaj qeverie që fare nuk është më rëndësi se çfarë thonë më. Në shtëpinë e bardhë fare nuk është më rëndësi në Kosovë më çfarë thonë në Bruksel për Kosovën. Me lejo vetëm një gjatë ta tërheq një paralele habi me rëndësi. Po të sillej një qeveri me një lloj kursi politik, çfarë e përfaqëson aktualisht partia zotit Kurti në qeveri, në vitin 2008, 2010, 2012, ajo qeveri as 3 muaj dit nuk do të mund të mbjeton të presionit madh publik. Në Kosovë, sot kushdo që bë thirrje figurativisht për ta çliruar Kosovën nga ndikimi amerikan e evropian, shihet si përpjekje e një kontingjenti servilesh. Po të ndodhte kjo punë shumë vite më parë, ajo qeveri, ajo konjunkturë politike nuk do të mund të mbjetonte ati presioni. Dhe në këtë kontekst, në 5 vitet e fundit, kursi opozitar përfaqësoi një indolencë, një pasivitet të madh opozitar, duke projektuar një ardhje në pushtet
nën çortimet që Kurtit po i bënte Washingtoni, nën çortimet që Kurtit po i bënte Brukseli dhe nën çortimet që ati po i bënin dhe studio televizive analistët, nuk mund fitoj vota për PDK-n, LDK-n dhe asë tjetër kritika sot që mund vje për nga Washingtoni, nga Brukseli, nga mediat. Betejën politike të duhet ta bënin ata. Opozita më vje keq e deri sotme, mbase edhe nesërme, këto nuk e di, është mjaftuar me disa fitore të rëndësishme. Betejë juridike që pati duke ndalë disa ligje, jo kushtetuese në gjykatën kushtetuese, por nuk bëri betejë mirëfilli politiku, mjaftua me ato beteja, edhe duktoi kursin e përgjithshëm në ato beteja dhe në fund fare është ky rezultat që e pam me 7 qershor, një ndëshkim, nëse mund ta them, kolektiv për të gjithë, më shumë për partinë natyrisht të zotit Kurti dhe edhe për partitë të tjera. Një trup votues që pati Kosova më pak se 200.000 banor në raport me zgjedhjet e dhjetorit të vitit kaluar të shpon qartë që ekziston një molisje dhe zhgënjim në rritje i kosovarëve me mënyrën e përfaqësimit politik. E tha mirë zonja Osmani, mbase ajo po paraqitet mirë në mediat ndërkombëtare, duke artikuluar nevojën që Kosova mos humbë fare kohë, lëviz më shpejt në rrugën e integrimeve evropiane, mos humbë kohë fare, zhbllokoj një raport kritik me Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rend të ri geopolitik dhe ndërtoi institucione të forta, por në natën kur Kosova përfundoi zgjedhjet të dielën e kaluar, disa orë më pas, ajo me zotin Lumir Abdigjiku deklaroi që ata nuk mund bëjnë kompromis me askë, sidomos me partinë e Kurtit, për çështjen e presidentit dhe se siç tha zonja Osmani, LVV dhe Lëvizja Vetëvendosje nuk ka arsye që atë më të mos e votoj me tutje për president. Të nesërmen e zbuti këtë deklaratë, tha që ajo nuk do të jetë problem që Kosovës të jepen institucione, sidoqoftë ishte një gabim mendoj i LDK-s i saj dhe i zotit Abdigjiku, duke i dhënë alibi partisë së Kurtit që ajo po flet dhe LDK po flet me gjuhë ultimative dhe po provokon mbase zgjedhjet e ardhshme në Kosovë, nëse kandidatura e LDK-s ta zën, çfarë do qoftë ajo e djeshme, nuk e smetuti, nuk është pjesë e konsensusit. Mendoj që çdo gjë në horizont flet për një krizë, çdo gjë në horizont flet për orvatje dhe skema të përsëritura, tashmë të lezuara aktualisht. Unë po them druajt të jem gabim, druajt mos ja qelloj fare, por historiku i vlerësimeve që kam dhënë, i atij observimit, këtij lloji universi politik fatkeqësisht ma ka konfirmuar të që po them. Nuk shoh rrethana inkurajuese, nuk nxitem aktualisht të shoh nga kursi i këtij politik, rrethana inkurajuese nga partia, sidomos e zotit Kurti, që të ftoj të tjerët mirëfillin një platformë publike, ndaj dhe me publikun, gjitha platformë negociata për t'i dhënë Kosovës institucione të forta. Nuk e kemi aktualisht model, kemi modelin e ushtruesve të detyrës së përfaqësuesve që qeverisin institucionet, kemi një krizë të jashtëzakonshme të brendshme së paku deri tani. Zoti Kurti personalisht nuk duket qartë ta ketë lecuar të zhgënjim kolektiv të qytetarëve. Më tepër ai është i zhgënjur duket që se si zonja Vjosa Osmani i shkaktoi humbja e tij mbase me mbi 130.000 vota më pak. Sesa një fitore që e ka më shumë se gjithë opozita. Nuk shihet të jetë entuziast, habi. Fiton mbi 43% pa votat e numëruara të diasporës dhe letëzohet si një lider që më shumë është i shqetësuar me rimat e tij, apo punon kuvendi, si po punon qeveria, si po punon presidenca e kështu me radhë. Më vjen keq që vjojmë flasim për Kosovën në këtë lloj rrafshin, kuptimin që nuk shohim një dritë në fund tunelit edhe pas 2 vitesh. Rit, falenderoj shumë, është gjithmonë kënaqësi.